Qendra për Progres Rinor në Kukës ka adresuar një kërkesë zyrtare pranë Bashkisë Kukës për mbështetje institucionale dhe përfshirje në kalendarin vjetor të aktiviteteve të qytetit të dy evenimenteve që ajo organizon: Gjysmë Maratona e Kukësit dhe Nata e Diasporës. Drejtuesi i Qendrës për Progres Rinor, Rufata Demalia, shpreh se përfshirja e tyre në kalendarin zyrtar të bashkisë do të ishte një hap i rëndësishëm drejt të konsolidimit të këtyre evenimenteve dhe rritjes së ndikimit të tyre. Do doja shumë që gjysmë maratona të hyje në kalendar, të mbështetet nga Bashkia e Kukës, sjell shumë të ardhurë, sjell shumë vizitor dhe do jetë diçka që sigur kanë promovuar bashkitë e tjera, kanë vendosur një buxhet konsiderueshëm dhe mendoj që bashkia duhet ta shikojë me prioritet, sepse ne kemi çuar një raport të aktivitetit te bashkia, kemi vendosur një propozim buxhet modest krahasim me bashkitë e tjera. Nëse doni që ta bëjmë ne, mund ta vazhdojmë. Nëse nuk doni, mund ta bëni ju vetë ose jep ja kujt doni, s'ka rëndësi. E rëndësishme është që u kriju një model dhe mund të mbetet. E njëjta është edhe Nata Diasporës para 2 vitesh, ka qenë një model jashtëzakonisht i mirë me kontar, ju di shumë mirë, ka ardhur Bujar Çamili, ka qenë krejt falas, do të thotë shumica artistëve kanë ardhur pa pagesë. Dhe ne me fonde komunitare prap kemi organizuar një aktivitet model, i cili mund të mbetet sepse janë gjithë ajo diasporë që kontribuojnë në qytetet e Kukësit në forma të ndryshme. Këto dy aktivitete janë kthyer tashmë në pika referimi për qytetin, duke sjellë jo vetëm gjallëri kulturore sportive, por edhe ndikim të drejtpërdrejtë ekonomik dhe do të ndihmonte që Kuksi të propozojë më fort në hartën e aktiviteteve sportive dhe kulturore në nivel kombëtar. Në një qytet që për vitesh përballet me emigracionin dhe sfida ekonomike, aktivitetet të tilla shihen si një mundësi reale për të nxitur zhvillimin lokal, për të forcuar lidhjet me diasporën dhe për t'i dhënë Kukësit një identitet aktiv dhe të hapur ndaj vizitorëve.